Gjurmë të postës në Trojet Shqiptare 1800-1944 është libri i autorit Fadil Smajlaj, i cili u promovua në ambientet e bibliotekës Thimi Mitko në Korçë. Smajlaj ka shërbyer për 35 vite pranë postës shqiptare, si dhe ka ndihmuar për ngritjen e postës së Kosovës. Përmes dokumentave të gjurmuara nëpër arkiva, ai sjell në këtë libër një historik të zgjeruar të postës në Trojet Shqiptare. Në këtë botim kam sjell një dokument historik, ekonomik dhe politik për postën shqiptare prej viteve 1800 deri vitin 1944. Është një periudhë e vështirë, por unë kam arritur ta studioj, ta lexoj, ta shikoj, ta argumentoj me dokumenta, jo me fjalë. Asnjë ngjarje nuk është regjistruar të pa pas treborime kryesore. Në promovimin e librit ishin të pranishëm përfaqësues nga Posta Shqiptare dhe Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare, të afërm dhe dashamirës të librit. Me një përvojë të gjatë në fushën e shërbimeve postare, Fadil Smajlaj ofron në këtë libër një analizë të thellë me dëshmi nga periudha të ndryshme të evolucionit të sistemit postar. Ky libër është një kontribut i rëndësishëm në studimin e historisë shqiptare, që na kujton se shërbimet postare janë më shumë se thjesht një mënyrë për të dërguar letra.